SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit kanë ndërmarrë një aksion në zonën e Kodrës së Diellit. Detajet lidhur me qëllimin e këtij aksioni nuk janë zbuluar ende, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë informacione zyrtare. Dyshohet se kontrolli nga agjentët e BKH dhe SPAK ka të bëjë me një hetim që lidhet me tenderet e Akshit. Ky aksion vjen pas përplasjeve të BKH me kryeministrin Rama. Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit pak ditë më parë mësyn në kryeministri. Lajmi u bë i ditur nga Rama, i cili në podcastin Flasim riktheu sulmet ndaj organeve të drejtësisë. Ai sulmoi edhe agjentët e BKH-s, teksa deklaroi se agjentët ushtruan kontrolle në godinën e drejtuar prej tij. Madje Rama deklaroi se ka pasur edhe përplasje mes tyre dhe gardës, pasi agjentët nuk kanë dashur të dorëzojnë armët e dera e kryeministrisë. Më pas, në një reagim, SPAK nxori blof Ramën, teksa tha se nuk ka patur përplasje mes BKH dhe gardës. Në reagimin zyrtar të SPAK, Rama del edhe gënjeshtar, i cili ka fabrikuar një top pavërtet, duke akuzuar agjentët e BKH-s se kanë patur përplasje me gardistët që ruajnë kryeministrin. Në hyrjen e brendshme të Këshillit të Ministrave, hetuesit janë informuar nga Garda e Republikës se sipas rregullave në fuqi, nuk lejohet hyrja me armë zjarri në ambientet e brendshme të institucionit. Njëri prej drejtuesve ka kërkuar sqarim mbi mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve. Garda e Republikës i ka orientuar që armët të liheshin në dollapët e posaçëm të sigurisë në hyrje të institucionit. Pas verifikimit se ambienti i depozitimit ishte i sigurt dhe i monitoruar me kamera, hetuesit kanë depozituar armët dhe kanë vijuar normalisht me kryerjen e veprimeve procedurale. Theksojmë se në asnjë moment nuk ka patur debat apo përplasje mes hetuesve të BKH-s dhe Gardës së Republikës, thuhet në reagimin zyrtar të SPAK.